Unë nuk pres se të ketë ndonjë ndryshim, mendoj që do të jetë skenari i njëjtë. Ju e shihni që qartazi partia që nuk ka arrit me fitu shumicën absolute, pretendon që ka fitu shumicën absolute dhe mendoj që i ka marrë peng institucionet e Kosovës. Ju e dini që kryeministri dhe ministrat janë në qeveri në mënyrë të kundërligjshme. Dhe tash duan që në mënyrë të kundërligjshme dhe kundërkushtetuese me mbajt peng edhe kuvendin e Kosovës. Kjo është një situatë komplet absurde, ku partia që ka dalë para në zgjedhje ka vendosur që të jap prioritet një emri të përveçshëm, Albulena Agjiut, karshi institucioneve dhe interesave qytetarëve të Kosovës. Pra, në njërin anë janë qytetarët e Kosovës që presin më formu institucione dhe më adresu problemet e tyre që lidhen me energjinë elektrike, me çmimet e larta, me rrogat e ulta, me pensionet e ulta dhe me situatën e vështirë përgjithsisht ekonomike, dhe është në anën tjetër një emër i përveçshëm, Albulena Agjiu, që mbon peng institucionet e Kosovës edhe adresimin e interesave qytetarëve të Kosovës, sepse pyetja fundamentale që bën çdo kush sot është nëse Albulena Agjiu zgjidhet sot kryetare kuvendit, a ka partia vendosje një projekt si do t'i rrisë pagat, si do t'a ullë çmimin e energjisë elektrike, si do t'i ullë çmimet, si do t'i rrisë pensionet? Jo. A i ndryshon një qytetarit vetëm të Kosovës jeta nëse Albulena Agjiu sot zgjidhet kryetare të vendit? Ajo nuk i ka ndrru kërkujt jetën, as nuk i ka bo asnjë punë të mirë se ka qenë ministri i drejtësisë, edhe tani do të ndodhet në krye të organit kryesor ligjvënës. Kështu që mendoj që jemi në një situatë ku shoqëria kosovare dhe institucionet, edhe politika e Kosovës është në një anë, dhe në anën tjetër është një emër i përveçshëm që mban peng procesin e formimit të institucioneve. Kjo është një situatë komplet absurde. Ju mund të thoni që përgjegjësia është e përbashkët, por ky argument nuk qëndron. Kushdo që thotë, sepse ne mund të kishim thënë që se votojmë kërkon të vendosës, edhe ky do të ishte qëndrimi i drejtë në pikpamje kushtetuese, por mendojmë që do të ishte i padrejtë dhe jo korrekt në kuptimin politik, sepse e drejta me propozuj takon partisë fituese. Meqense i duan votat tonë, na kemi thënë do ndrohet kandidat.